që do të flasim për situatën në Shqipëri, në Ballkan, në Europë, në gjeopolitik, situata globale me atë që po përballet bota, ditë pas dite kemi herë armpushim, negociata, rikthehemi sërish në bombardime, pra nuk kemi një përfundim të konfliktit në lindjen e mesme që sigurisht na ndikon drejt për drejt edhe ne këtu në Shqipëri, por për atë që e pret botën, sot kam kënaqësinë që edhe ne sigurisht të zhvilloj një bisedë me zotin Ardian Elezi, studiues e marrëdhënieve ndërkombëtare. Zoti Elezi, të përshëndes, të falenderoj shumë që pranuat që të flasim në këto kohë të turbullta, të trazuara, jo vetëm për ne, por për gjithë. Të përshëndes, i nderuar, kënaqësi dhe për ftesën. Faleminderit ju. Zoti Elezi, në çfarë pozite gjendemi ne aktualisht, pra si trevat shqiptare në këto momente përballë këtyre sfidave? Nderuar, kur themi trevat shqiptare, kemi parasysh gjithë faktorin shqiptar, gjithandej shtrirë, për fat keq në disa shtete, e cila ka problematikat e veta varësisht nga situata e vendeve ku shqiptarët janë, qofshin ato në Maqedoninë e Veriut, qofshin ato në Kosovë, në Malnezi, Luginë e Preshevës, diasporën, po sikundër edhe shqiptarët në vend në Shqipërinë lundineze, secili prej tyre ka tashmë specifikat dhe problematikat që lidhen me veçoritë e vendeve ku ndodhin ngjarje dhe mënyra se si absorbohen dhe si menaxhohen ato nga klasa politike përfaqësuese e tyre. Gjithmonë duke e parë në sensin e sa dhe si reagojnë shqiptarët dhe përfaqësuesit e tyre në këto vende, kemi parasysh që problematika e fundit në Maqedoninë e Veriut, ku ekspozuan ato rrisqet që kanë bënë pikërisht me thelbin e marrëveshjes së orit, në cilën shqiptarët fituan disa liri politike, sociale, ekonomike, të cilët me ndryshimet e fundit janë të ekspozuar në këtë lloj rrisjesh. Po themi, kemi parasysh ato ndryshimet e qendrimit për sa i përket gjuhës, po edhe një val edhe protestash për të mbrojtur të drejta, gjë e cila ka rritë edhe shqetësimin jo vetëm faktorit të brendshëm politik atje, po edhe faktorit ndërkombëtar, i cili monitoron zhvillimet rajonale në funksion të asaj që kërkon stabilitetin politik në raport me çdo lloj qasje tjetër. E parë në këndvështrimin e shqiptarëve në Kosovë, kemi parasysh krizën e brendshme atje që ka si rrëdhoj e këtyre zgjedhjeve të fundit, ku nuk janë konstituuar për një kohë shumë gjatë organet kushtetuese që të garantojnë ofrimin e shërbimeve për qytetarët. Kemi parasysh kjo kriza politike apo kriza kushtetuese, gjë e cila është shoqëruar me këtë lloj vakum organesh zgjedhje përfaqësuese, është reflektuar edhe në mungesën e ofrimit të shërbimeve, po sikundër edhe një cënim i besimit qytetar ndaj klasës politike. Në qeverisja Kurti, e cila ka marrë fitoren e radhës, është në pamundësi për të konstituuar këto organe për shkak të numrit. Për shkak të numrit dhe kërkohet një konsensus. Jemi drejt zgjedhjeve të reja dhe aty, sipas gjitha gjasave. Për hir të vërtetës nuk e ka këtë luks në Kosova dhe qeverisja dhe shoqëria atje që të përsëriten zgjedhjet varësisht nga fakti pse klasa politike nuk arrin dhe nuk është e aftët që të gjenerojë ekuilibër dhe të shmang këto lloj rrisqet. Tu keni fjalën për Albin Kurtin, besoj, sepse ai mori 51% shumica. Për hir të vërtetës ka të drejtën morale dhe politike për t'i kërkuar gjërat ashtu si çdo, por normalisht në demokraci funksionojnë rregullat ku shumica nuk do të jetë, po themi, arbitrare apo arbute përkundër rezultatit zgjedhur apo ato që përfaqësojnë pakicën. Kemi parasysh të opozitën, e cila nuk neglizhohet roli kontributit i saj dhe ekuilibri politik atje duhet të garantohet edhe përmes gjetjeve dhe aleancave politike që merren konsiderat pikërisht edhe propozimet që vijnë nga faktori politik gjithandej, qofshin këto opozitë, por edhe ato të cilët përfaqësojnë grupet e interesit, të cilët përmes partive politike garojnë në këto alternativat e tyre. Dhe mendoj që Kosova ka krijuar një lloj maturiteti për hir të vërtetës dhe të mundohet të shmangë këto lloj rrisqesh apo këto kriza, sepse krizat absolutisht nuk prodhojnë gjë, mungesë stabiliteti,
sikundër dhe efektet negative që i vijnë për shkak të faktit që një keqeverisje apo mungesë institucionit do të krijojë një vakum për gjithë grupet e tjera, apo sikundër dhe ato organizatat apo grupet malinje të cilët kërkojnë një situatë të tillë të trazuar në Shqipëri, dhe këtu kemi parasysh vendet jo mike me Kosovën, me Shqipërinë gjithashtu, të cilët në një situatë krize kërkojnë çfarë, kërkojnë vakum, kërkojnë krizë, duan që të para opinionit publik ndërkombëtar të thonë që shqiptarët janë pa zot për të qeverisës dhe nuk arrin konsensus dhe marrëveshjen brenda për brenda, dhe ku nuk arrin atë, imagjino çfarë mund të diskutohet nesër tryezën e bisedimit për çështje që lidhen me interesin kombëtar, për çështje që lidhen me marrëveshjen me Serbinë në rastin konkret e të tjera. Kjo për me është një dobësi që klasa politike e Kosovës duhet ta kapërcejë të dalë mbi veten. Dhe si tillë mendoj që nisu nga eksperiencat dhe vlerësimet dhe analizat e bëra, qeverisja zoti Kurti, i cili ka mazhorancën politike për shkak të rezultatit marr, duhet të tolerojë në kuptimin e asaj që t'japë mundësi edhe faktorit të tjetër politik, kushdo qoftë ai brenda përbrenda opozitës, gjithashtu që të arrihet një kontinuitet dhe të garantohet stabiliteti, sepse tek e fundit qytetarët e cilët kanë votuar përfaqësuesit e tyre në fund të ditës kërkojnë ofrimin e shërbimit dhe plotësimin e nevojave të tyre, që në një situatë krize dhe mungesë stabiliteti dhe vakumi institucional është e pamundur që të garantohet kjo. Gjithë ato që e vuajnë janë qytetarët e Kosovës, qytetarët e Kosovës. Kjo është në parë në këndvështrimin e situatës brendshme politike atje, sikundër kjo ka reflektuar edhe në krizën e besimit të faktorit ndërkombëtar, për treguar që shqiptarët nuk kanë një përfaqësi dhe nuk kanë vendosur në qëndrimet e tyre për çështje të caktuar që ato ndajnë lidhur me marrëveshjen, me diskutimet që bëhen negociatat me Serbinë, të cilat reflektohen në çdo raport dhe tek e fundit edhe ndikojnë edhe në qëndrimet dhe vendimet që merr faktori ndërkombëtar lidhur me të. Ndërkohë që situata në malin e zi, edhe atje është e brishtët, shqiptarët kërkojnë të faktorizohen në kuptimin e asaj që të shfrytëzojnë gjithë mundësitë dhe shanset që demokracia jep, në mënyrë që të përmes alternativave atyre politike të banë bashkë të promovojnë vlerat identitare të shqiptarëve, të imrojnë ato në mënyrë që mos diskriminohen. Ne kemi parasysh që aty ka një histori suksesi në kuptimin e përfaqësimit në nivelin më të lartë, dhe në nivel kryeministi, po sikundër edhe në nivelin e përfaqësimit legjislativ. Por që kjo nuk është e mjaftueshme, nuk është e mjaftueshme, sepse në parë duhet që shqiptarët duhet të kenë një forcë dhe një kohezion të brendshëm në mënyrë që përballë sfidave me cilën përballen, ato mos të gjithmonë të jenë çfarë, të jenë të sigurt se nuk kanë absolutisht asnjë lloj risku në kuptimin e asaj që mund të vijë për shkak një mazhorance edhe brisht, të cilët çfarë mund ta keq orientojë edhe gjeopolitikisht klasën politike të Malezit. Kemi parasysh që atje ka edhe një dominancë ndikim slav dhe si i tillë çfarë çdo dinamik mund të jetë e tillë saqë mund të ketë edhe rezultate dhe reflektime të ndryshme. Nga ana tjetër, situata në luginën e Preshevës, tashmë të gjithë jemi koshient për sa i përket gjendjes së shqiptarëve aty, të cilët nuk kanë të sosur në përpjekjet e tyre për mbrojtjen e Megjithatë kishim një lajm mirë këto ditë, hapja një konsullate shqiptare aty. Absolutisht, i nderuar, kur mendoj që çështjet dhe diskutimet që bëhen për problemin shqiptar në kuadrin edhe negociata me Serbinë duhet futet dhe të përfshihet edhe të detat e qytetarëve të Kosovës në luginën e Preshevës, dhe zgjidhja e tyre të adresohet përmes kujt, përmes respektimit të këtyre drejtave në kuadrin e konventave kuadër të Bashkimit Evropian, ato më të avancuar në këtë drejtim, në mënyrë që të mos ndjehen të diskriminuar dhe të garantohen ato të drejta politike, social-ekonomike, të cilët për hir të vërtetës në situatën në të cilën ato ballafaqohen janë të tilla saqë vujnë këto pasojat e diskriminimit. Shqipëria duhet bëjë më tepër në këtë drejtim, në kuptimin e një lloj ndërgjegjësimi të faktorit ndërkombëtar për sa i përket mbrojtjes së këtyre drejtave, sikundër edhe vetë Kosova, edhe gjithë faktori politik
faktori politik në gjithë trevat shqiptare. Kemi parasysh që është diçka e cila do të qëndrojë si si një çengel që do të kondicionojë edhe zhvillimet apo dinamikat dhe marrëdhëniet midis së dy shteteve. Kemi parasysh që çdo lloj zgjidhje që mund të jepet çështjes Kosovës dhe në veri të saj, absolutisht më pas do të vijë ajo radhës, problematika që lidhet me shqiptarët e Luginës, Preshevës, Medvegjës, Bujanovcit e të tjerë. Nga ana tjetër, faktori shqiptar i gjithë përhapur në diasporë, edhe ai është përpara se të shkojmë në diasporë, më duket se kemi lënë një pa përmendur. Ja thamë në Shqipëri apo jo? Në Shqipëri përmendëm situata në Shqipëri, kemi parasysh që kemi harruar poshtë Njuk, nuk shikoni që mund të ketë diçka në të ardhmen që ndoshta edhe shqiptarët e çamërisë pra që të marrin të drejtën e tyre. Pra, atë doja të thoja, shqiptarët kuptohet, situata politike në Shqipëri është e polarizuar, kuptimi betejë politike opozit ka sjellë një përçarje të gjithë shoqërisë në kuptimin e asaj efekteve që ka bërë betejë politike, sikundër opozita në programin dhe agjendën e i ka afishuar të gjitha këto problematika që thanë qoftë për krimin organizuar, korrupsionin, për praktikat abuzive dhe ka bërë kalë betejë se gjithë këto kauzat të cilën në një farë mënyrë janë shfaqur dhe materializuar përmes formave të ndryshme të protestës një pas njëshme dhe kanë gjetur për vërtetës njohur edhe në mediat ndërkombëtare. Ndërkohë kjo është gjithmonë në planin e brendshëm, në planin e jashtëm kemi parasysh ato të cilët Shqipëria ndjek ritmet e trendit integrues dhe kjo gjë reflektohet në progres raportet e Bashkimit Evropian ku janë lënë deadline dhe qeverisja mundohet çfarë të arrijë këto në një periudhë. Unë mendoj që Shqipëri nuk do të jetë qëllim vetvete i integrimi, por do të jetë absolutisht realizimi dhe përmbushja e gjithë drejtave politike, sociale, ekonomike të shqiptarëve. Pa dallim, Shqipëria i përket gjithë atyre, jo vetëm një pjesë të oligarkisë, e cila shfrytëzon gjitha mundësitë që i jep klientit në qeverisja për çfarë, për privatizime, për koncesione, sikundër janë të njohura tashmë, format dhe praktikat e ndjera së fundi edhe për paketën e maleve që i përhir vetes çfarë është një përpjekje për çfarë apo një mekanizëm ku ato të cilët i kanë dhe i posedojnë këto prona dhe drejtat reale të tyre për kaq vitesh dhe shekujsh janë në këtë lloj riskun e humbjes të tyre për shkak të faktit që oligarkët apo njerëzit e pasur për shkak të lidhjeve apo vendimeve që merren ti mund të menaxhojmë për interesat e tyre dhe kështu çfarë i humbet edhe shenja identitare në kuptimin e shenja identitare e çdo kujt i cili për hir të vërtetës edhe janë drejtat historike të cilit garantojnë një gjë të tillë ku i humbasin të trojet, i humbasin vatat e tyre dhe kjo çfarë sjell në një bjerrje demokratike humbi besimi dhe shqiptarët tashmë do të gjejnë rrugët e botës për alternativa më të mira. Dhe kjo do të jetë një sfidë, po themi edhe i sigurisë kombëtare. Kemi parasysh që demografia është një element i sigurisë kombëtare të cilat në kushtet e një bjerrje të saj risku është kaq i madh saqë ne këtu nuk ka çudi që pas dekadash të vinë dhe të tetërsohet edhe demografia dhe struktura demografike e Shqipërisë me të ardhur nga gjithë, po themi nga bota për shkak të efektit të globalizmit, por edhe për shkak të kësaj politike e cila çfarë nuk garanton qëndrueshmërinë dhe besimin qytetar. Ndërkohë në aspektin e politikës jashtme, krahas të tjera jashtë ajo që ju ngritet si shqetësim, qëndrimet që marrin raportet bilaterale e qeverisjes me fqinjet, i cilët duhet të bazohen pikëparë në parimin e reciprocitetit, duke i adresuar ato çështje të cilat kanë ngel pending për zgjidhje dhe si të tilla në rastin e Greqisë kemi një mori problematika qoftë për drejtat e çamëve të mohura të tyre, drejtat pronësore, ekzistenca e ligjit luftës si një relike e cili man pending këta lloj marrëdhëniesh, sikundër ajo e pensioneve, sigurimeve shoqërore shëndetësore apo e detit. Mund të jetë një koncesion deti për integrimin ose mos ngritja e çështjes së çame, pra mundet të futen në koncesion këto? Jo, nderuar, sepse nuk ka komoditetin asnjë qeveri se kushdo qoftë ajo që
për hir të interesit të pushtetit të bëjë kompromis me interesat kombëtare. Kemi parasysh që çështja Çame është një interes kombëtar, në kuptimin e saj që lidhet një histori gjenocidi me Çamët që kanë ndodhur, me pronat e tyre, si kundër edhe është edhe një parti dhe faktor dhe komunitet i cili më së miri i ka mbrojtur dhe kanë bërë përpjekje dhe luftë pikërisht për të garantuar këto dhe janë një sarë rezolutash edhe në të miratuar nga parlamenti shqiptar për sa i përket të drejtës Çamës si kundër edhe në OKB gjithashtu. Dhe nuk besoj që kjo çështje mund të zgjidhet apo mund të përdoret si koncesion apo si një lloj hipoteke apo pengu për sa i përket kondicionimit marrëdhëniet të tyre në favor të kërkimit të qëndrimit pro të Greqisë në procesin integrues. Nuk mund të ndodhë një gjë tillë sepse historia e proceseve integruese edhe të vendet të tjera anëtare të Bashkimit Evropian, mes të tyre që ato më së shumti janë fokusuar tek standardet total, po sikundër ka dhe problematika të barta të cilet nuk mund të zgjidhen me një të shtënë, kuptimin e saj që pavarësisht antarësimit dhe procesit, problematika ngelen aty. Po ky dokumenti, zoti Elezi, i partneriteti strategjik, pra dokumenti i ri që tha kryeministri do miratohet me Greqinë. Në gjykimin tuaj pritet si diçka apo do jetë thjesht një retorik boshe, pra mund të ketë produkt? I nderuar, të lutem, jo, partneriteti strategjik, ne jemi detyruar të kemi një partneritet strategjik me Greqinë për shkak të faktit që jemi të burgosit nga gjeografia, në kuptimin e historia dhe gjeografia na ka dënuar për të qenë bashkë dhe për ndarë gjithë eksperiencat tona pozitive apo negative, si do qofshin ato dhe si tillë për shkak faktit të kësaj, për shkak të marrëdhënieve historike, por edhe për shkak të ndikimit të madh që kanë emigrantët atje dhe ekonomitë respektive në investime greke këtu, po edhe të shqiptare, është diçka normale ky që të marrëdhëniet me shtetet të formalizohen kohët në partneritete strategjike që nuk kupton bashkëpunimin e thellë në fusha dhe sektor të rëndësisë, po themi të veçantë, qoftë ekonomisë, turizmit, bujqësisë, fermerëve dhe të tjera të cilët janë në zona me interes përbashkët. Por që nga ana tjetër kjo nuk nënkupton zgjidhjen e atyre problemeve që u thana, qofshi problemi Çam, qofshi problemi i ligjit luftës, qofshi problemi i pensioneve, qofshi problemi i varrezave, të cilët janë të hapura apo mbrojtëse të drejtat minoritare, ku për vërtetë Shqipëria ka bërë progres në këtë drejtim dhe këto të drejtat minoritare në Shqipëri janë të garantuara. Kemi parasysh që minoriteti grek këtu është i mirë përfaqësuar në kuptimin jo vetëm politik, duke pas përfaqësuesve të tyre në parlament, por sikundër edhe në aspektet e tjera ekonomiko-sociale, në fushën e arsimit, në fushën e... Po, ne jemi tek harta e re territoriale që pritet miratohet, mendoni që mund të kemi edhe këtu ndonjë tjetër përfitim nga kjo palë me mbulesën e minoritetit? I nderuar, harta territoriale do të jetë shprehje e konsensit midis forcave kryesore politike, të cilët në llogaritë fundit shohin interesat e tyre politike dhe që lidhen me fjalën vetëm për çështjen e ndikimin e Greqisë në jug. Mund të ketë një lëvizje tjetër në drejtim të bashkimit? Pavarësisht përpjekjeve dhe presionet që mund të bëje me qendrime deklaratat, sikundër edhe me ndikim të mundshëm të faktorit ndërkombëtar, Shqipëria tek e fundit është zot, është sovran për sa i përket vendimarrjes dhe parlamenti do i marrë vendimet vet, por që mendoj që Shqipëria ka bërë progres për sa i përket realizimit, po themi pozitiv të drejtat minoritare dhe mund të themi që minoriteti grek është më i mirë përfaqësuar në raport me çdo lloj minoriteti në vendin tonë. Kemi parasysh që Shqipëria është një vend i cili garanton respektimin e këtyre minoriteteve, janë 6-7 të tilla, krahas atyre komunitetet e tjera që në vetvete shohin si Shqipëri si një model edhe shembull i harmonisë edhe ndëretnike në kuptimin e garantimit të respektimit të drejtave minoritare, të cilat shihen edhe si ura bashkëpunimi midis popujve. Edhe rasti minoritetit grek, po jo vetëm grek, edhe i bulgar, edhe të tjera, të cilët janë parë me këtë sy pavarësisht problematikave dhe nuk besoj që Shqipëria ndodhet para një krize të tillë, pavarësisht se incidentet gjatë gjithë këtij procesi ka pas dhe mund të ketë, dhe këto lidhen me strategjitë politike të shteteve, të cilët i përdorin minoritetet apo drejtat e tyre edhe si instrumenta dhe mekanizma për kurzuar dhe qëndrimet e tyre
për sa i përket çështjeve të tjera, por që në thelb nuk lidhen. Na kemi parasysh ato të cilët kemi përjetuar, por që janë eskaluar në kuptimin e përmbushjes tash nuk përmendet si një kohë kur ato ishin që të tilla. Atë themi që Shqipëria ka bërë progres, por që në situata debati politik kur trajtohen edhe çështje që kanë të bëjnë me këto që ju thoni, është normale që të ketë një lloj ndjeshmërie politike dhe jo vetëm këtyre grupeve politike apo të atyre që përfaqësojnë këto minoritete, po edhe kush janë pas, por që në llogaritë punit parlamenti vendos për sa i përket me ligjet, për sa lidhet me pyetjen tuaj me miratimin e hartës elektorale apo ndarjeve administrative. Zoti Elezi, ju bëri përshtypje deklarata kreu qeverisë tha SBA-ja Trumpit mund ta sulmojë Iranin nga Shqipëria, por na garantoi mbrojtje ajrore. I nderuar, do ne jemi vendi natës dhe si tillë Spanja është e tillë. Po tash ne kemi një strategji, një partneritet strategjik me SBA-n dhe kemi qenë avangard të gjithë marrëveshjeve, pa asaj që ka kërkuar SBA-ja në marrëdhënie sidomos që lidhet me krizën lindjen e mesme, mund të themi që ka qenë pararoje. Kjo ka qenë një çast e një qëndrim i qeverisë shqiptare, po besoj që edhe i forcave politike të cilët kanë një konsensus për sa i përket mbështetjes ndaj SBA-s, e cila për hir vërtetës është garant i sovranitetit, stabilitetit, sigurisë tonë në gjitha aspektet. Kemi jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Kosovë, që në kuadrin e NATO-s, bashkëpunimit strategjik, por ajo ka qenë një sinjal dhe një mesazh për të thënë që ne jemi të gatshëm që këtë bashkëpunim ta kalojmë përtej limiteve kufit të cilët janë të njohur dhe për të thënë që në Shqipërinë konsiderojnë si një aleat të sigurt. Kjo ka qenë mesazhi që të ndodhet për qiellet, por kemi parasysh që Shqipëria në rast se do goditet nga Irani në format e veta të goditjes, qoftë të cilët janë të karakterit asimetrik, kuptohet ka të drejtën të reaktivizojë dhe nenën 5-6 të natës për sa i përket mbrojtjes kolektive. Dhe në këtë drejtim këtu mund gjejmë edhe argumenta ku e kërkohet që mbështetje dhe mund të përdoren gjithë infrastruktura e Shqipërisë si një bazë nga mund goditet çdo kush i cili cënon sovranitetin e Shqipërisë. Kjo besoj ka qenë edhe kuptimi i asaj, sikur për të thënë edhe çfarë edhe bashkëpunimi shkon përtej asaj të cilët janë formalizuar këtë lloj marrëdhënies, për treguar që Shqipëria dhe shqiptarët për hir vërtetës janë aratët më të sigurt të SBA-s, mund të themi që populli më pro-amerikan në Evropë dhe më gjerë, dhe këtu e ka, po themi, edhe arsye në vërtet të gjithçkaja që lidhen me këto lloj qëndrime, mund të jenë edhe emocionale për të treguar jo vasalitet, por për të treguar që konsiderojnë vendin tonë si diçka të cilët lidhen me plotësimin e interesave. Në interesi amerikan ka kërkuar dhe vazhdon të kërkojë me interesin shqiptar, qoftë aty Kosovës, qoftë edhe këtu në Shqipëri. Dhe ne jemi të privilegjuar për faktin që SBA-ja NATO na garanton këto sigurinë tonë ajrore, toksore, detare, sepse dihen kapacitetet dhe limitet që ka vendi jon dhe si ti na kërkohet në nevojitet një lloj partneriteti, një aleancë aq më tepër i shtetit dhe fuqisë më të madhe sot në botë. Po kemi parasysh që në llogaritë fundit është çdo shtet bën bukën me mielin e vet, në kuptimin e saj që dinamikat gjeopolitike mund të jenë të tilla sa që interesi amerikan po dhe evropian sot është i tillë i përqendruar në Ballkan dhe lidhet me interesin e shqiptarëve, mund të qellojë që këto lloj dinamika kurzojnë edhe devijimin e qëndrimit dhe vendimit e tyre, që nën kupton që ne të jemi të gatshëm për çdo lloj skenari në kuptimin A dhe B, që mos jemi pa përgatitur në kuptimin. Edhe partneritetet dhe aleancat në nivel rajonal i shërbejnë këtij qëllimi si një masë po dhe preventive që qeveria shqiptare i ndërmerr si hapa preventive në shmangjen e rrezikeve të mundshme që mund të vinë nga një lloj perceptimi në analizën e rrezikeve. Pra ju po thoni që Amerika ka më shumë interesa dhe ndoshta duhet të mbështetemi më shumë tek Turqia. I nderuar, aleanca jonë me Turqinë, sikundër edhe me Greqinë, por me Turqinë ka një veçori që lidhet me thellësisë strategjike të interesave turke këtu që datojnë nga historia, për shkak të edhe afiliacionit dhe religionit, për shkak të lidhjeve shpirtërore, ato ekonomike, ato ushtarake, ku jemi parasysh që po të kemi pas edhe një historinë e afërt,
në kohën e vitit mbrapsht 97, kur vihesh ndryshim ekzistenca e shtetit shqiptar, ishte në atë kohë kryeministri Qiller, i cili çfarë në mënyrë ultimative deklaroi që sovraniteti dhe integriteti territorial i Shqipërisë është i garantuar përmes kësaj. Për treguar që ai shifet si diçka si po të flasim me gjuhën dhe retorikën e përdorur të kohës, si vëllezërit e vegjël, vëllezërit e vegjël shtur, ke parasysh ndikimi i turk në Ballkan është i madh dhe shqiptarët shifen edhe si aleat për tyre, dhe në farë mënyrë është edhe privilegj ky fakt, do të thotë që i përkojnë edhe interesat gjeopolitike, gjeostrategjike të Turqisë me vendin tonë, në kuptimin e çdo lloj risku të mundshëm apo krize që mund të vijë për shkak të problematikave apo konflikteve, ne shohim Turqinë si një vend aleat shumë të rëndësishëm, strategjik, i cili në farë mënyrë garanton të gjitha këto, integritetin, sovranitetin tonë. Kemi parasysh sa ka pas problematika Shqipëria në marrëdhënie dhe po themi edhe rajonale, Turqia gjithmonë ka qenë në mbështetje të tyre. Kemi për çështjet e sigurisë dhe çështjet e mbrojtjes edhe ushtarake. Por nga ana tjetër duhet mos harrojmë edhe problematika që ka shoqëruar marrëdhëniet midis shteteve, këtu që nuk mund të lihen në një anë, por e parë në analizë totale, Turqia është një shtet aleat të i rëndësishëm për mbrojtjen e interesave strategjike dhe kombëtare të shqiptarëve. Kur flasit shqiptarëve, jo vetëm këto Shqipërisë londineze, por gjithandej kemi parasysh ndikimin që ka në shqiptarët e Maqedonisë Veriut, në Kosovë, në komunitetet caktuara, në Bosnjë, edhe gjithandej për shkak të edhe religiozit, ndikimit po themi fesë apo lidhjet shpirtërore, historike, ekonomike, apo në fushat e tjera të cilet nuk janë të pakta në rastin e interesave turke në Ballkan. Zotë Rezi, dhe diçka të fundit kam ju si parashikoni kur mund kemi një fund të konfliktit në lindjen e mesme. Të paktën një armë pushim të gjatë se konflikti aty ka dekada që vazhdon. Nderuar, siç thatë edhe ju, konflikti dhe lufta ka vite, po nis ke fundit ka specifikën që u nis si e tillë, si pa menduar shumë, me gjithmonë me objektivin e atyre të cilët ishin përfshirë që deadline-i i saj do të jetë i shkurtër, por koha tregoi që nuk mund të jetë si tillë, por sepse nuk janë vetëm një apo dy palë, aty po janë interesat e shumë aktorëve, qofshin në palëve ndërluftuese, në rastin konkret Iranit apo Shëbaz dhe Izraelit, po edhe të tjerë të cilët lidhen me interesat e tyre ekonomike, po themi të sigurisë, të mbrojtjes, të ato ushtarake, të informacionit, teknologjisë me këtë zonë, e cila për vërtetës është zona më ku taton gjithë nervit dhe sistemi i marrëdhënieve ndërkombëtare në kuptimin e ndihmërisë që kanë ngjarjet aty dhe impaktin në po themi gjithandej, kemi parasysh lindja e mesme përfaqëson në vetvete qelësinë e botës, në kuptimin e aty ku hyr dhe del gjithë ekonomia dhe çarkullimi i zinxhirit furnizues, atë që energjia është element i fuqisë çdo shteti. Kemi parasysh rezervat e mëdha në naftë dhe gaz dhe pesticide që kalojnë përmes kësaj ngushtice, ku në rastin e Iranit ka një avantazh për sa i përket kontrollit të tyre dhe e përdoren edhe si një mjet apo instrument qoftë presioni, por për të treguar dhe forcën e tij në tryezën e bisedimeve. Është shumë e vështirë në një luftë për të thënë që ka maksimalisht një fitues që lidhet me objektivat e palëve të cilët synojnë të arrijnë përmes konfliktit. Në rast se deklaratat e mëparshme të Shëbaz, po edhe të Izraelit kanë qenë që të ndryshohet regjimi, gjë e cila kemi parasysh këtë zgjatjen e luftës për më tepër se një muaj gjysmë tashmë dhe nuk është arritur ky objektiv, përkundazi ka ndryshuar edhe çësia e tyre, duke thënë që çfarë na intereson nafta, menaxhimi i saj dhe gjithë aspektet e administrimit dhe infrastrukturës. Pra një gjë si në Venezuelë, iku kryetari i shtetit, por situata vazhdoi një lloj. I nderuar, në rastin e Iranit është më ndryshe, në kuptimin se ky është një shtet me histori dhe trashëgimni perandorake dhe është larg, po, dhe si tillë ka një mënyrë organizimi dhe funksionimi i shtetit bazuar mbi disa shtylla, të cilët koha ka treguar që i kanë rezistuar testit të këtyre goditjeve,
Dan garda revolucionare e cila është gardian i regjimit, në një mënyrë është organizuar në mënyrë në mozaik, në kuptimin e saj që ka një pavarësi veprimi dhe reagimi të tyre në shtatën e luftimit për çdo lloj skenari lufte që ndodhet, sikundër edhe organet politike, aty qoftë ato legislative, ato të ekzekutivit, po dhe ato sistemet tjetër gjyqësore kështu me radhë, ka treguar një lloj fleksibiliteti i cili ka garantuar edhe mbijetesën e regjimit, pra shkosa që ato marrin vendime, garantohet kohezioni i brendshëm atje, sikundër dhe reagojnë brenda mundësive dhe limiteve që ka pavarësisht goditjeve. Dhe sot Irani nuk mund të them që është i mundur, përkundërzi ai shfaqet me forcën e tij trurizën e bisedimit duke proklamuar kërkesat që pamje të parë nuk duket realizuar, por përdoren si instrumenta presioni minimax në kuptimin e asaj që kërkojnë gjë më të madhe për të arritur më të voglën, po themi ata që të dëshueshëm. Ky është skenari dhe strategjia që përdorin në ndonjë palët kur janë në tryezën e bisedimeve, por që nuk janë thjesht vetëm interesat e tyre, pas secilit, sidomos pas Iranit, është Kina dhe Rusia, e cila nuk dëshirojnë një ndikim për shkallëzimin e ndikimit perëndimor në këtë linjën e mesme, sepse kjo do të pasjellë një bjerje të ndikimit dhe interesave të tyre në linjën e mesme dhe një kurzim dhe divimi i këtyre lidhjeve. Për këtë arsye që ata i mbështesin Iranin dhe mbështetja është politike, me deklarata diplomatike përmes qendrimit që marrin në rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, sikundër ato ekonomike, infrastrukturore, teknologji në informacion, të cilet pa ndihmën dhe suportin e tyre kishte shumë vështirë shteti i Iranit të mbijetojë gjithë fortunës goditës dhe aty luftës. Ata themi që kjo luftë është e vështirë për të thënë që ka një fitues apo nuk, dhe po sikundër është edhe vështirë për të treguar se ku do të jetë përfundimi i saj, sepse kjo lidhet me përmbushjen dhe realizimin e objektive dhe interesat të palëve, qofshin të përfshira në konflikt, po edhe ato të cilët lidhen me interesat e tyre në këtë zonë, dhe bëjnë një balans midis gjithçkaje aty, interesat e tyre, objektivat synuar, në mënyrë që paqja të garantohet dhe të garantoj stabilitetin dhe të jetë afatgjat, dhe mos prodhoj kriza dhe konflikte permanente, të cilet në një farë mënyre nuk japin zgjidhje për askënd. Duke uruar që konflikti mos vinë këtej në Egje dhe më sipër në Adriatik, zoti Elezi, unë të falenderoj shumë për bisedën, ishte kënaqësi dhe të jam mirënjohës për qëndrimet dhe opinionet tuaja që ju ndat me shikuesit tanë. Të përshëndes, i nderuar, kënaqësi edhe për ftesën dhe për këtë mundësi që ju dhat përmes portalit dhe formatit tuaj për të dhënë një opinion që është modest në këndvështrimin tim personal për këto zhvillime dhe dinamike, gjithmonë duke qenë çësia personale, jo për të thënë që janë definitive apo absolute. Të falenderoj shumë, të jam mirënjohës.